Në një hadith, në një thanje të tij alayhi salatu wassalam thot: feja islame është mbi 70 degë. Ma e larta është la ilaha illallah. Ma e ulta është me majt pastër rrugën dhe vendin ku jetosh. Në mes të lartës dhe të ultës është turpi, marrja. Nëse s'ke marrë turp, bon çka duesh. Dhe në hadithin tjetër ka urdhnu e thanë, marrja, turpi është gjysa e imanit, e besimit. Ai që s'ka marrë, s'ka turp, ai s'ka fe, ai s'ka din. Këto janë fjalët e mësuesit të mbar njerëzimit, Muhammedit alayhi salatu wassalam. Allahu na banf të marrshëm dhe të turpshëm, ja Rabbel Alamin. Na u ka bon edhe një risi tash 2-3 vitet e fundit. Ajo risi që Prizreni se kishte tash e ka. Ajo është festivali Dokufest, që rrin në Lumbardhi, në Bistric, ka rrin gjint dhe shejtant edhe ata po në atë vend, duke pi alkohol në brigjet e lumit, raki, e drog, e duhan, e duke i qfaqur mrenda 7 ditëve 250 filma, që asnjë prej këtyne filmave s'ka të bëjnë me karakterin e kësaj toke, të këti kombi dhe të kësaj feje. Filmat huj, e që një prej filmave të huj që është duke u qfaqur, 2 ditë ka 7 orë e gjys, 15 orë. Në fund ata e mbyllin tani këtë fest. Kur ta mbyllin 7 ditë që Dokufestin, thojnë ka qenë me shumë karakter edhe japin dhurata. Tu menua që një me kanë bo diçka, edhe tu menua kanë qfaq diçka, edhe tu mendua që një me Prizrenit dhe popullit Prizrenit i servuan dhe i dhanë diçka. Wallahi asgjans në kanë dhanë vetëm shejtan leqe. Vetëm dreq një leke që femnët dhe djemë tonë, vajzat dhe djemë tonë, mas jacis të shkua të menua që një me është duke e bërë diçka që atje, e fabrikat e birrës duke bërë sa me mujtë, me mauna, me kamiona birra që populli i Prizrenit i 30 e sa gjamiave të ngopët dhe të nëtojnë alkohol. Dje më rasti më ardhë, e jo manalë, se s'kum dalë këtë gjatë në tonë, Lumbardhi është ndalë nga uji. Thatësin po e përjetojmë të gjithë, ja Rabbi, ja Allah, s'ka shi që një muje sa. Lumbardhi është mbushur me bërloge, dhe zarzavateve që e tregojnë se qëtë popull jetojnë një popull pis. Një popull i ndyt. E disa prej të hujve, jenë nalë të soziu, të ura e soziu qëtë. E po e fotografojnë lumin. Edhe unë jem nalë mas të në pëkshuri, bashkë qka po fotografojnë, nuk po fotografojnë gjamin, as urën e gurit, po e fotografojnë, po e gjirojnë lumin. Qka me fotografua? Safat apo plastiket e ujnave, të pijeve, që shika pru uji, e që shika nda, e jorgona, e dyshekna, e zarzavateve plot për plot Lumbardhi, ata manalt Dokufest. O, ju që keni organizu këtë Dokufest, banë në një përmirësim në këtë fjalë, thoni Dokupastërti. Dokupastërti, jo Dokufest. Kuna ka hije neve kjo? Animo me filmat huj. Qka në interesoj neve filmat e Meksikës, dë banditave të drogës, spanjole, portugeze, argentinase, braziliane, amerikane, evropiane, ku jemi na, apo duam të bajmë Kosovën, qka duam të bajmë, nuk e di, 2 pika, apo 12 pika. O djemë të ri që jeni në gjami sot, o djemë të ri, o gjemat që jeni në gjami sot, që ju ndanë prej mujt mazë, mujt Ramazanit, vetëm 6 ditë. Qëfar pregatitje kem bona, kur e di ma herët para disa viteve, para Ramazanit edhe para Bajrameve,
u bëshin pregatitjet pastrimi I qytetit u bante, se po vjen muaj I bekuar, muaj I agjerimit, muaj I muslimanve, muaj I Kur'anit po në vjen. Allahu Gjelle Gjelaluhu po thët, shahru Ramadan, alladhi unzile fihi l'Kur'an, muaj I Ramazanit, në të cilin është I shpallur fjala e Allahut Kur'ani, huden linnas, udhëzim për njerëzimin, udhëzim me I udhëzuar njerëzit, huden linnas wa bayyinat, me argumente dhe me arsye. E na po jetojmë këtë jetën e festivaleve të ndyta kundër kombit dhe feston. Seriozisht po ju tham. Kështu bash seriozisht po ju tham. Ka humbur drejtësia, ka humbur pastërtia. Po shkruajnë e po folin ta pastrojmë Kosovën. Jo o vllazën ta pastrojmë Kosovën, po mos ta përlyjmë Kosovën. Ka dallim prej ta pastrojmë Kosovën edhe prej fjales mos ta përlyjmë Kosovën. Ma mirë është mos ta përlyjmë Kosovën, sepse ta pastrojmë Kosovën. Allahu Gjelle Gjelaluhu në bëft pastër, qysh në thot Kur'ani, që pejgamberi kur ka ardhë prej gari Hiras, prej shpellës Hira, në shtëpi, e I ka thonë gruës nga friga që është taku me Gjibril, më mbuloni, ka ardhë Gjibrili të shtëpia dhe I ka thonë, ja juhel muddethir, o ti që po lyp dikush me të mbulua, kum fe endhir, qohu dhe mëso, qohu dhe prediko, qohu dhe kalzoj popullit qka ke ardhë, wa thia beke fatahir, dhe robat e tua pastroj. Ka folë për pastërti, ja Rabbel Alemin. Allahu Gjelle Gjelaluhu në bëndë qështë në kohije me kënë musliman, ja Rabbi. Allahu në qoftë shiun prej qilit, në qoftë bereqetin, ja Rabbel Alemin. Allahu Gjelle Gjelaluhu në I falë gabimet që ki popull për I banë ftyrë tokës, që të largohen prej alkoholit, e të largohen prej shumë faqëzillëkeve që kanë hinta. Allahu Gjelle Gjelalu në apështoft prej doni denimit azabit, që sa kanë mujtë këto dit, këto vendet tona kanë bartë, nga ka kanë mujtë birra e alkohol t'ju bjet, ata që e manifestojnë, apo ata që e festojnë këtë farë doku festin, që me qka na u dokur kjo feste, qka ka pa hajrë prizreni prej kësaj festa, apo prej këti loj festivalit filmave, e që këtë gjithë filmat mos harroni këto trije pleq, po pleqve si ju intereson ma shumë sa trive. Vallahi filmat, as një sent njerëzimit si kanë pru, vetëm shërë. Kurse neve këtu, kretë që ta filma që na servohen, qofshin filma live jashtë që I qesin, apo në për televizore, kretë kanë një qëllim ta kënë femnën tonë viktim për amoralitet, as gjën tjetër. Ta largojnë prej fejës këtë popull, edhe tjetë femnë kosovare viktim. Leprush, viktim për qefët e tyne. Allah I na pështoft karakterin dhe moralin tonë. Allah I na I pështoft familjet tona, djemë dhe vajzat tona. Pra ne mos harroni se kretë këto sherre e kanë qëllimin pse bohan. Se mos kujtoni që e kanë zgjedh problemin për do kufes dishka tjetër. Le ta qojnë do kufesin, që po punë e madhe mos u dokt kjo fest, e kur mos u dokt në Prizren, inshallah u tala. Neve në kam ytë pa pastërtia e qytetit, ata marën me birra, me alkohol, a këne reklamohen ta pastrojmë Kosovën. Jo ta pastrojmë Kosovën, po mos ta fliqim, mos ta përlyjmë Kosovën. Allahu Gjelle Gjelalu në bëft pastër në shpirt, në bëft pastër në trup, në bëft pastër mranda dhe jashtë shtëpijave tona,